tash për me fol drejt, gjithmonë është mirë mu nis prej vetës. Si të niset njëri për vetës, kur nuk gabon, ose maksimalisht gabon. Një faj këtë të madh të krejt pranimit edhe të përqafimit të këtyre dukurive negative prej popullit tonë, pa fije dyshimi e kemi edhe na, prisat fetar, udhëheqja, njerëzit. Pse? Sepse në një kohë kemi ditë këtë gjë shumë me uzon edhe me luftue mes veti. Edhe ka thonë një fjallë e madhe, nëse don me sundue një popull veç për çoje mes veti, edhe tani let e sunon ato. Let i fut krejt dukurit negative mesin ati populli, përderisa ata mes veti janë tu përlau. A i keni po ata drerët në shkretir atje, kur të rokën mu përlau dhe ju tërthërohen brirët e tyre mes veti, vjen uki kollaj deri në gjystë kodit e kratë e pare hanë njomën për i tyne, se ata jenë zonë bri mes veti. Edhe na po rrezikojmë që me na hongër uki deri në gjystë, pse s'po mujnë atash mi shkatërrue brinat që na u kanë zonë mes veti. Se fillimisht çdo tradit tonën fetare edhe kombëtare kena tentuar ja u bë haram. Kena tentuar ja u bë ndalume. Moni zbon me vludi, moni zbon çelimja, moni zbon ky organizim, moni kështu ky popull. Por secilin prej këtyre organizimeve që sot po bën edhe e manifeston me gjona të ndaluara, dikur ju moti që shumica për juve edhe e mani men, edhe une, i kemi bon 100% halal edhe në rrugën e Allahut, gjelle gjeloluhu ve gjelle shanu. Edhe ne të mdoja, edhe lindjet, edhe ditlindjet, edhe hymjen shpitëri, edhe gjdo organizim që e kemi pos hoxhen aty imamin, i cili ka ligjeru, i cili ka kënu Kur'ani, i cili ka qu selavat, i cili ka kënu ilahi, i cili ka dhonë ligjerot që sa ka ditë dhe sa ka mujt. E qka? Na tash, duke ju frigu e pak, se mos kena dol, e kena deviju e po i bojna do bidate, jena orë dhe ju kena thonë, ato organizime janë haram, me vludi është haram, kjo është haram, ajo zbon, kjo s'dohet, ajo s'dohet. Edhe çka ka ndodh? Xhamoti jon me njëherë. Si ja i kena bind na, që mu organizu me thirr hoxhen e me knu Kur'ane, me knu selavote, me knu ilahije, me dhon ders, është haram edhe zbon me bos është bidat, ata me njëherë e kanë zavendësue me një diçka tjetër. Këto. Dhe nëse nuk është e vërtet, unë e lutë në mos me konë kjo e vërtet. Po fatkeqësisht është e vërtet. Që sot, familjet e tona, për lindje të fëmijëve, bojnë dorësën. Me raki, me alkohol, me muzika, me degenerim, deri në pikë të fundit. Për ditëlindje të fëmijëve, bojnë dorësën. Për ditëlindje të gruas, të burrit, të nonës, të babës, bojnë dorësën. Për hymjen shpitëri, bojnë dorësën. Për të gjitha gëzimet në të cilat na kena pos një tradit shumë të mirë dhe shumë të morë, i kena tutë dhe i kena frigu, edhe kena me dhonë përgjësi fort të madhe për këtë gjatë që e kemi bërë.